tek 21 janari, ti ke realisht provën e krimit, do më thënë atë që quhet corpus delicti, do më thënë ke armët, se si janë bërë, pa çka se ekspertiza pastaj, dhe ke realisht provën që ke 4 të vdekur. Dhe ke provën tjetër që janë zhduk serverat. Po, përveç serverave, këtu kemi një problem tjetër të madh, sepse përveç ekspertëve, këtu ka probleme edhe me ekspertët e mjekësisë që janë marrë me kufomat. Berisha gjatë kohëve, me lidhjet, me marrëdhëniet, me atë pjesën fascinante që mban ke militantët e tij, po besoj edhe me mënyrën se si ai trajton situatët, ka arritur që të mbyllë gojën një pjesë të madhe të shoqërisë, ose të bëjë atë që bënte sigurimi, që ju e njihni më mirë se unë si ashtu, që i bënte të gjithë përgjegjës. Do më thënë dhe atë njeriu e mirë indirekt e bënte, kështu që ai nuk fliste dot pastaj, se do e kishte shkelur diku, kishte mbyllur syt. Ta mund të kishte sigurimi dhe atë dhe këtë ka bëu që nga fillimi. Duket që ky e një mirë. Jo, e një shumë mirë sepse Ben e kape shumë bukur. Ky gjatë 35 vjetën këtë mënyrë ka vepruar. Prej fillimit vet, ti e di shumë mirë, unë e di shumë mirë se jemi lind në Tiranë, jemi rrit në Tiranë, e njohim Tiranën, ë? Ky prej fillimit afroi njerëz që ishin komprometuar me sigurimin e shtetit. Dhe i kishte deri në qeveri, i kishte në administratë, i kishte kudo dhe i mante nën presionin e dosjeve. Dhe ne dim raste ka qenë pikërisht ky që e ka akuzuar Azem Hajdarin për bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Po dhe Gramoz Pashën. Gramozi nuk ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit, herë ta garantojnë. Po akuzat. Azemin po them, se me Azemin ka diçka që duhet të sqarohet. Azemin e ka denigruar fare. Devijuam. Dhe në anën tjetër ajo që i ka bëu Tomor Dostit. Po. Tomori megjithëse ka firmos, po nuk ka pas asnjë deklaratë që ka marrë në qafë njëri dhe ka firmos në kushtet që e kanë futur në arkivol. Dhe i kanë thonë dhe ka firmos. Dhe ky mbasi e përdori dhe kur i doli ky sa shumë Tomor Dosti kundra, i qiti dosin e bashkëpunëtorit në Këshill Kombëtar. Domthonë ky është një njeri pervers në këtë drejtim, mund të them. Jo, unë mendoj që ai ka kaluar edhe mbi metodat e sigurimit. Domethënë këto metodat që ka përdorur më shumë në KV-ja në Rusi, e famshme, Çekva, si quhet ajo. Mënyrën për t'i detyruar njerëzit që t'ishin pjesë e diçkaje që ata nuk donin as me vullnet, as me mendim, as me dëshirë.